Një aksident I rënd automobilistik është regjistruar në Malaga të Spanjës, ku 4 persona kanë humbur jetën, mes tyre edhe një oficer I policisë kombëtare spanjolle dhe 3 shtetas të dyshuar shqiptar të përfshirë në një grabitje. Ngjarja nisi pas një tentative për grabitje në një farmaci në rrugën Lope de Rueda, në lagjen Puerto de la Torre. 3 persona të dyshuar si pjesë e një bande të strukturuar shqiptare tentuan të grabisin farmacin, por dështuan dhe u larguan me shpejtësi në një automjet të fuqishëm. Policia kombëtare dhe ajo vendore I ndoqën menjëherë, por gjatë arratisjes, grabitësit morën një kthes të gabuar dhe hynë në drejtim të kundërt në autostradën A7 në drejtim të Torremolinos. Në këtë moment, ndodhi përplasja fatale me automjetin e një nën inspektori 48 vjeçar të policisë kombëtare, I cili po kthehej në shtëpi pas një turni nate dhe nuk ishte pjesë operacionit të ndjekjes. Si pasojë përplasjes së fuqishme, të 2 makina shpërthyen në flak zjarrfikëse nga stacioni mbërritën me shpejtësi në vendngjarje për të nxjerrë trupet nga mjetet e djegura. 3 të dyshuarit shqiptar humbën jetën në vend, ndërsa nën inspektori u nxor nga makina nga oficerët e policisë lokale, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetonte plakëve të marra. Antonio Ramos, babai 2 fëmijëve dhe antari njësisë Grupo Gotham, që operon natën, ishte përfshirë vetëm pak orë para vdekjes në një operacion ku arrestuan 4 persona që kishin grabitur një turist. Nën inspektori ndjer kishte mbi 20 vite përvojë në shërbim. Banda e përbërë nga shqiptar, që ishte edhe nën hetim për I muajsh, dyshohet për të paktën 10 grabitje të tjera në farmaci dhe institucione, përfshirë Malaga, Marabela, Estepona. Ata përdorin makina të vjedhura dhe madje kishin grabitur edhe një stacion të zjarrfikësve për të marrë pajisje që u nevojiteshin për hapjen e dyerve dhe kasafortave. Në vendngjarje ndërhyn edhe garda civile, policia kombëtare dhe shërbimet emergjente 061. Hetimet për ngjarjen po drejtohen nga Departamenti I Trafikut I Gardës Civile.